Përshëndetje dashur miq të Korça Boom, jemi në podcastin Boom Sport në episodin e 5 tashmë që ne jemi pranë jush. Ky emision mundësohet nga Eko Real Estate, IDD SHPK me ujin pa i koq na sjell në studio, Elzak Kafe, Hotel Gërmenji dhe Bledi Servis Autokolor, pa të cilët pa sponsorat ky emision nuk do të ishte i mundur dhe i falenderojmë të gjithë. Por gjithashtu i falenderojmë dhe të gjithë ata që na kanë ndjekur faqen, që kanë bërë subscribe, që na ndjekin emisionin, pra të gjithë ju që jeni të interesuar për lajmet e fundit mbi ekipin e Skënderbeut, mbi gjendjen aktuale të ekipit dhe shumë të tjera që ne diskutojmë në këtë podcast. Atëherë Brendon, po hy në temën e parë që ne kemi përgatitur, që është ndeshja e Skënderbeut miqësorja e parë përballë ekipit të Strugës. Ekipi Maqedonas vinte me një gjendje pothuajse gati, pasi këtë javë që vjen fillon dhe kampionati Maqedonas dhe duket sikur ishte një ekip më i përgatitur se sa ekipi ton, i cili kishte vetëm 15 ditë stërvitje. Gjithsesi, nuk është mund të jetë një lloj justifikimi kjo gjë, por që tregon që klubi kundërshtar ishte në nivel më të lartë se sa i Skënderbeut. Të pëlqeu ndeshja Brendon, si të duk momentet e para, skema, lojtarët, çfarë mund të më thuash? Shiko, e para Strugën ta cilësojmë pak se është edhe pak nga kjo pjesa e shqiptarëve të Maqedonisë dhe për tepër kemi dy ish korçar që e drejtojnë, si Bledi Shkëmbi dhe Sabin Lila që janë në drejtim dhe natyrisht kanë bërë një sezon, do thoja unë, të mirë ose edhe shumë të mirë. E nisën shumë mirë, por në fund me mbyllën në vend të tretë, për fat të keq Maqedonia e Veriut e ka humbur kampionati Maqedonas, pra një vend në kualifikueset e Conference Ligës, dhe për fat të keq kanë vetëm vendi i parë, vendi i dytë dhe fituesi i kupës, dhe në rastin e Maqedonisë Veriut sezonin e kaluar shkoi si Leksi si fituesi i kupës dhe u dogj si vendi i tretë pra Struga. Megjithatë, siç e tha edhe Petrika, pra është një skuadër që ishte tashmë në fund të fazës përgatitore, pasi javën e ardhshme do të fillojë kampionatin, pasi ata e fillojnë pak më herët kampionatin muajin korrik dhe bëjnë një pauzë më të gjatë në muajin janar pra gjatë dimrit. Për këtë arsye fillon më shpejt më herët kampionati në Maqedoninë e Veriut. Një skuadër pra që është cilësore, pra është në ato 3-4 skuadrat më të mira të kampionatit të vendit fqinj. Të duket interesante kjo pjesa e fillimit të kampionatit që në muajin korrik. Ka vende për shembull dhe Republika Çeke në mos gaboj e bën diçka të Rusia e bën kështu, Rumania, Rusia dhe Ukraina apo në një vend tjetër lindor, Kazakistani e tjera bëjnë në mars dhjetor për shkak të klimës. Domethënë mars nëntor, mars dhjetor. Nëse këto ekipet që fillojnë tani në europiane, sepse kjo është tjetër gjë pastaj. Ka skuadra për shembull që teorikisht këto që janë në fazë përgatitore fizikisht mund të jenë më dobët sepse ato që janë në kampionate sipër në këtë moment në korrik, por nuk është se kjo është decizive për të vendosur për kalimin apo në tur, dhe një nga ato që dhe e vërtetoi deri diku ishte edhe kualifikimi Dinamos javën e shkuar në Kazakistan, ku Astana është në mes pothuajse të kampionatit vet dhe Dinamo pavarësisht se tani është në fazë përgatitore, ishte ndeshja e parë që luante në Euro. Unë kisha më shumë tek kjo pjesa e të luajturit në muajin korrik gusht. Shiko, varet nga kushtet, niveli i kampionatit, sepse ndonjëherë dhe këto temperaturat e nxehta duhet pasur parasysh një gjë. Koha ka ndryshuar, le të themi, ato temperaturat e nxehta që po përjetojmë në vitet e fundit janë ndryshe me para, le të themi, 25 apo 30 vite. Meqense jemi këtu tek nxehtësia, ne kemi në studio ujin Pajko Brendon, i cili na freskon këtë podcast, por edhe duhet gjithmonë për të hidratuar, është shumë i domosdosh. Patjetër, ujin Pajko mund ta gjeni në supermarketet Spar dhe së shpejti ta gjeni në çdo supermarket. Atëre po e freskuam situatën, tani vazhdojmë me pjesën e miqësores. Pra, po thosha që Struga dhe për shkak të organikës dhe pretendimeve që ka pasur sezonet e fundit, në mos gaboj para 3 sezonesh apo 2 sezonesh dhe me shpëtim durën që çoi deri në javën e fundit shpall dhe kampioni i Maqedonisë së Veriut. Pra është një skuadër që sezonet e fundit ka bërë goxha mirë. Skënderbeu që siç e dim vjen nga kategoria e parë, është në 2 javët e para të fillimit përgatitjeve, një pjesë e blerjeve janë afruar tashmë nga merkatoja, por jo të gjithë u aktivizuan, do t'i cekim pak në vijim secilin prej tyre. Duke që ishte një skuadër që trajneri Ahmataj me atë formacionin 3-5-2 që kishte përzgjedhur për ndeshjen ditën e premte me Strugën, ishte munduar le të themi të tregoj pak sa i kujdesshëm që dhe skuadra të mos pësonte le të themi shumë gole apo të mos ekspozohej shumë ndaj Strugës, që vinte me një ritëm tjetër dhe natyrisht edhe me një nivel cilësie besoj pak më të lartë, megjithëse në fushë duhet thënë ishte një lojë sidomos pjesën e parë dhe fillimi pjesës 2 deri diku i ekuilibruar i barabartë, nuk ishte pati shumë raste të pastra Struga që burin rrezik portën e Ahmata 3-5-2-shin e ka skemën e tij, apo do të ketë ndryshim, apo u detyrua
sepse për shembull unë jam një fan si skemës 3-5-2 dhe kur pash që ndeshja kishte filluar me një 3-5-2 nga Akmataj, thash shumë mirë, mbase e perfeksionon këtë skemë dhe kjo mund të jetë një çelës suksesi, si më thua, nëse ajo skemë perfeksionohet, sepse lejon më pak gabime në mbrojtje, por që prapë duhet perfeksionohet sepse në të kundërt mund të dalë dhe një autogol i madh. Gjithsesi, duke e parë që e nisi me një 3-5-2 dhe ka kohë mjaftueshëm deri në fillimin e kampionatit për ta implementuar si duhet këtë skemë, unë thash që do të ishte mirë, po pastaj me lajmet e fundit që morëm vesh atë ndeshje ishte që kjo skemë ishte zgjedhur për të qenë më të kujdesshëm përballë ekipit të Strugës, meqense ata ishin në një fazë më të mirë përgatitore se sa ekipi tonë. Megjithatë, është mëse normale që në një fazë përgatitore trajneri mund të provojë dhe skema të ndryshme, domethënë nuk është thjesht argumenti që natyrisht kundërshtari ishte paksa më superior në ato momente. Po është normale që dhe mund të testoj lojtarët që ka i përshtaten skemave të ndryshme, pastaj normalisht trajneri do zgjidhë atë skemë që ai mendon që i përshtatet, se unë nuk jam shumë partizani atyre trajnerëve që vinë me një skemë të fiksuar për te lojtarëve që kanë në skuadër. Për mendimin tim trajneri duhet të adaptohet atyre nevojave që ka skuadra, lojtarëve që kanë në ekip. Tani Akmataj me sa kemi marrë vesh ka një skemë të preferuar 4-4-2, më fal 4-2-3-1. Tani në 4-2-3-1 përpara se të më thuash ato që të shedoj në miqësore ose ato që pam, sepse në fundit nuk pam një ndeshje në niveli shumë të lartë nga ana e Skënderbeut. Po edhe nga ana e Strugës nuk ishte në ritëm i lartë. Jo, nuk ishte ritëm i lartë, temperaturat ishin shumë të larta. Si ndeshje me shumë pasime, me tentime me aksione nga krahët, domethënë goli erdhi si pasojë një gabimi portierit, do ta quaj unë, sepse iku nga duart. Ai Dobjani pati një grushtim në zonë të vogël. Ishte edhe një moment rrëmuje sepse ishte pas një goditje standarde në zonë, një grushtim dhe një top i mbetur në zonë e vogël që është në rrjet. Ndërkohë që pothuajse nuk pati asnjë rast të mirë. Më shumë ishte vetëm ai sulmuesi i ri me një në fund, po që bëri një goditje drejt portës që e priti portieri Strugës, rreth minutës së 80 në mos gaboj. Duhet kujtojmë që ai ishte futbollisti që në ndeshjen e fundit kundër Laçit doli me karton të kuq dhe mund të themi që është një nga lojtarët që klubi beson shumë. E vërtetë, është nga të rinjtë që klubi beson që mund të ketë, le të themi, perspektivë për të zhvilluar më tej si futbollist. Pavarësisht shtatlarësisë është një sulmues që besoj është rreth 1.90, ka shumë shpejtësi, ka shumë zhdërvjellësi në fushë. Dhe që natyrisht edhe njerëzit që nuk patën mundësi le të themi ta ndjekin të ishin prezente atë ditë në aneksin e stadiumit Skënderbeut, i sqarojmë se edhe pse nuk u luajt ndeshja në stadium. Edhe do të sqarojmë edhe pse nuk u transmetua nga Korçabum. Pra ideja që për momentin është duke u rimbjell bari i stadiumit Skënderbeut, në fakt ishte rimbjell disa ditë përpara ndeshjes dhe natyrisht sipas specialistëve që merren me barin e fushës në këtë raste, ka nevojë për kohën e mjaftueshme, pra disa javë apo një muaj në varësi të kushteve dhe atmosferike, pasi ndikon dhe kjo pjesa e thatësirës apo e rreshjeve, në mënyrë që bari të vinë në një formë sa më optimale dhe për këtë arsye skuadra në ndeshjet miqësore, ato që do të jenë në Korçë do të luajë tek aneksi, ato që do të jenë në transfer, siç do të jetë ai rasti i miqësores me Partizanin ditën e diel në datë 26 korrik do të luajnë në Pogradec. Pra ky është një lajm i keq për të gjithë tifozët, sepse tek aneksi temperaturat e larta do të bënin që mos ishte vështirë të ndjekja, po. Dhe edhe nena e bëri më të vështirë pjesën e transmetimit, ishte pothuajse pamundur për shkak të dritës së diellit, po dhe kushteve të transmetimit ishte tepër e vështirë, le të themi, që të krijoheshin kushtet për të transmetuar nga s'ke ku e ke kamerën, është ka patjetër shumë detaje të tjera, por që ideja është që kjo është situata për momentin dhe të rikujtoj informacionin pra për gjithë ata që nuk ishin prezente apo nuk e kanë parë atë ndeshje, ka filluar ndeshjen me portierin Alia në port të trajneri Ahmataj, pra ajo dilema që kishim Alia apo Dobjani për këtë miqësoren e parë të paktën e nisi Alia. Dobjani gaboi, kështu që jemi 1-0 për Alia. Unë nuk do isha kaq ekstremist, por që megjithatë mbetet për të parë në vazhdim në stërvitje. Shkoti mund të mos ish, po tani detajet më të vogla vendosin edhe trajneri i shikon. Plus që Alia është pak më avantazhuar. Dobjani tregonte që ishte më mirë, domethënë do t'rregoj më të mirën e tij, por kur je sfidanti teorikisht në atë domethënë ke më pak luksin e të bërit gabime se sa ai që mendohet që është më favoriti. Kjo është ideja. Po. Në mbrojtje pra siç e tham ka luajtur me një treshe të përbërë nga Shaqi, pra ndryshe nga mbrojtësi në krahasje në treshen në kuptohet në pozicionin e majt. Paloka në qendër dhe Lleshi që në mbrojtësi ri dhe Çela pasi u alternuan pastaj në një moment, por në fillim ishte Lleshi ai që po luante titullar.
Më pas në krahun e djathtë ishte Evangeli dhe në krahun e majtë Zenullari, pra dy krahët e mesfushës mbrojtjes si mund t'i quajmë në pesje. Në mesfush për luante Braga debutoi blerja me re e Skënderbeut në mesfush, të cilin pak të mua më la përshtypje shumë pozitive nga blerjet e re. Që na bindi si të thuash, që ishte një lojtar pavarësisht që kishte faktit që kishte rreth 6 muaj që nuk ishte aktivizuar për shkak se kampionatin Kazakistan kishte mbaruar në muajin janar, duke që edhe nga forma fizike ishte shumë në formë të mirë, nuk ishte le të themi se ndonjëherë ka lojtar që kanë vështirësi sa të rikuperojnë formën, duke që ishte në formë mjaft të mirë. Kemi pastaj pjesën e sulmit në fushës të ndërthurur, pasi kuptohet ishte pjesa e në qendër ishte ka patjetër Bismarck që rikthei, po duke që nuk ishte në atë formën e tij më të mirë, përballoi vetëm 40 minuta dhe më pas. Ishte në krah djathtë Diallo. Në krah djathtë Diallo dhe në krah të majtë, nëse mund ta quajmë kështu, Janaçi që bënte edhe mes fushën, po deri diku spostoi edhe si sulmuesi i krahut të majtë. Ose bëhej te mes fushorët bashk. Pra Skënderbeu ishte vetë qarta në mbrojtje. Mes fushori i tretë ishte Xhemil Yahi, pra mes fushori më i fundit që afrua, që ka luajtur në kampionatin kroat, i afruar nga kuptohet me origjinë nga shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, dhe pjesën e dytë më pas ka bërë një farë rotacioni deri diku masiv, që ose mund të thënë të dyja skuadrat në fakt, sepse edhe Struga bëri goxha ndryshime. Dhe tek Skënderbeu kuptohet u aktivizuan më pas qoftë portieri Dobjani, qoftë Estrela, Bubakar, Ndjaje tham u aktivizua për shkak të tërheqjes muskulare që pësoi Bismarck që në fund të pjesës së parë. Më pas Grajdani ishin të rinj. Në fund një Emanuel një sulmues tjetër me ngjyrë. I vogël, ai ishte dha sinjale pozitive shumë. I vetmi që zgënjeu Brendon ai që ne diskutuam pak dhe javën e kaluar, që i vinte me një CV ku kishte luajtur edhe në Newcastle tek ekipi Newcastle, që ishte Diallo që nuk la një nga Akademia e West Hamit. Nuk la një shije të mirë ishte ndeshja e parë, unë e pash që u mundua, po ende nuk ishte integruar si duhet me skuadrën për mendimin tim, pra ishte edhe forma fizike nuk më duk më optimal, për shembull në krahasim me Bragën, Braga më duk më në formë fizike se sa Braga. Braga ishte lojtar që si që thoni gjumë popullore, binte lojtar. Jo, po dhe mbante topin, ishte potencial që të mbante një repart, domethënë kur janë themi lojtar që kanë potencialin të mbajnë një repart. Nëse do më duhet të bëja një parashikim, Braga dhe Abubakari, shikoj të dy në qendër të mesit të fushës, do të ishte një dyshë interesante. Unë e dyshoj pak sepse janë lojtarë që pak a shumë kanë të njëjtin pozicion, ato të gjashtës të ekranit para mbrojtjes, megjithatë mbetet më të parë. Ti nuk i dëgjove tifozët Brendon, po tifozët thanë për atë Diallo që ky s'është futbollist, ku e kanë gjetur. Po mirë, i thon, domethënë thon këto, mirë po ai vërtet kur e shikoj. Nuk do nxitohesh. Jo, nuk do nxitohemi, po të them, po them pamjen e parë u duk që nuk kishte të dhanat e dura të një futbollisti. Të shpresojmë, mbase është faji, domethënë që s'ka në atë pjesën e përgatitjes së dur, por që domethënë në bazë të CV-s prisnin pak më shumë, prisnin që ai lojtar të bënte diçka në fushën e lojës, por ai nuk dha asnjë. Jo, më ç'është diferenca, ai s'bën dot asgjë, po. Dhe unë me mendimin e tifozëve jam, por që ti je çik populistit, pëlqen mendimi i turmës. Po jo, më po duket, domethënë fshati që duket thon prap populli s'do ka dhaus, por që nëse në këtë rast unë s'do nxitohesh aq shumë sepse mund të dalë krejt e kundërta që natyrisht gjithë urojnë. Shpresojmë, po. Shiko, thanë tifozët po diskutonin dhe diçka tjetër, se thanë që dhe për Rashicën. Rashica kur ka ardhur momentet e para, okay, ishte djali i vogël, aman kur merrte topin, kur hynte në triblim, më duke e pamit që ndeshjen e parë që ky lojtar ishte lojtari destinuar për të bërë një lojtar mbi nivelin mesatar që ka ardhur në kategori superiore. Shiko, nuk dua të krahasoj emrat specifik me një tjetrin sepse gjithmonë çdo lojtar vjen nga një kontekst i ndryshëm, momente të ndryshme forme, momente të ndryshme karriere. Janë dy mentalitete të ndryshme, kështu që ka shumë faktorë që bëjnë diferencën në lojtarë të caktuar. Dua shumë të jem me mendimin tënd, po ti e di që unë lojtarët kur i shikoj i parashikoj shumë kollaj kush ecën dhe kush nuk ecën. Në këtë rast shpresoj mos të dalë parashikimi. Shpresoj mos më dalë, por që megjithatë, për të rikthyer tek pjesa e ndeshjes, pra është një ndeshje që pas golit të shënuar nga Struga, Skënderbeu tentoi me disa aksione sporadike, do thoja unë, me disa topa gjatë ose me disa topa duke tentuar të ulte topin Ndjaje pra dhe të bënte spont. Ka pasur një moment në një goditje standarde, në një cross, në një top të mbetur brenda zonës, aty ku Ndjaje dhe sulmuesi i ri po ashtu me ngjyrë nuk arritën dot godasin dhe ishte një rast në zonën e vogël të portierit që mund të kishte barazuar rezultatin. Pra nuk është se Skënderbeu nuk arriti të krijojë ato 2-3 mundësitë e veta, por nuk arriti dot të finalizonte dhe u mbyll dhe ndeshja përfundimisht me 0-1, sepse gjithmonë pjesët e dyta
lojtar në momentin kur bën kaq shumë zëvendësime, gjithmonë bie ritmi dhe është e vështirë që të dalësh tek goli. Megjithatë, për mendimin tim ishte një misore e parë thjesht për të marrë minuta dhe për trajnerin për të kuptuar deri diku formën ku janë aktualisht lojtarët që ka në stërvitje prej 2 javësh dhe për të parë se ku duhen përmirësuar natyrisht të gjitha ato pikat që ai ka konsideruar që mund të jenë më të dobta. Dhe për mendimin tim të njoftojmë dhe gjithë sportdashtit që 2 qendrat e mbrojtjes që mendohet që edhe për CV-n që kanë, domethënë që janë më me eksperiencë të huaj që kanë ardhur si francez, ashtu dhe Lagonis, cilën e pam dhe në stërvitje, ishte një qendërmbrojtës shtatlart rreth 1.94. Ai kishte të dhëna shumë të mira, po kur të dalë në të parë, ta shikojmë në fushë. Po të dhënat i kishte të shkëlqyer. Lagonis nuk ishte ende gati për debutuar pasi ka ardhur ditët e fundit para ndeshjes me Strugun, pra nuk ishte ende në gatishmëri për të luajtur, kurse Sejdu, i cili ishte psuar një fal problemi të vogël, një tërheqje në stërvitje dhe trajneri Ahmata e preferoi bashkë me stafin natyrisht mos e rrezikojnë pasi është një ndeshje miqësore në fundit dhe mund ta provojë në ndeshjet miqësore në vazhdim. Dhe me që jemi edhe tek miqësoret në vazhdim, që t'ju lajmërojmë patjetër dhe kalendarin të paktën deri tani të rivalëve që janë përzgjedhur të Skënderbeut. I the pak më përpara. Po, datë 26 Partizanin në fillim të gushtit besoj rreth çdo një javë do të jenë një me Besën dhe një Pogradecin dhe deri në datën 22, një javë para fillimit të kampionatit, besoj rreth datës 16 apo 17 gusht duhet të jetë edhe miqësoria e fundit, pra para debutimit në ndeshjen me Vllazninë, mbetet për të përcaktuar ende rivali, ende nuk ka një rival të zgjedhur. Ideja është që është mirë që do të kemi nga miqësore pothuajse çdo javë, por është fakti negativ ai që përmendëm që ndeshjet do të zhvillohen, mbase do të zhvillohen të gjitha edhe në aneks, ose në Pogradec. Mbetet për të parë. Prap kjo nuk është thjesht një lajm i mirë për publikun korçar. Po mirë, tani janë rrethana, duhet i përshtatemi në fundit pastaj edhe Pogradeci, një shëtitje në Pogradec nuk është keq, natë në kushtet e verës. Patjetër. Për ata gjithë që kanë mundësinë ta ndjekin. Ti mund të thuash një shëtitje në Pogradec, por unë thoya më mirë një shëtitje në Kolonjë ose në Leskovik, ku aty do të shkoni tek Hotel Gërmenji, është 15 minuta pa shkuar tek qyteti Leskovikut. Dhe aty do të gjeni ushqim tradicional, mund të gjeni akomodimin për të qëndruar një fundjavë ose edhe më tepër, dhe ju siguroj që do të jeni në mes të pyllit dhe do të kaloni kohën fantastike në ajër të pastër dhe në një freski absolute gjatë kësaj stine të verës që na duhet patjetër shumë. Pra, jo vetëm pjesën e liçenit, por edhe pjesën e malit. I kemi afër dhe këto gjëra na duhet t'i shfrytëzojmë në rajonin tonë, i mundson të gjitha. Kontaktoni në numrat e telefonit të Hotel Gërmenji për të bërë prenotimin tuaj. Të qëndrojmë paksa edhe më tej tek merkata, pasi duhet thënë që nuk ka mbaruar, drejtuesit janë ende në negociata. Kemi për momentin është një mesueshor dhe ai që ka luajtur në kategorinë e tretë franceze, që ka luajtur në kombëtaren e Guineas, Dramé, rreth 25 vjeç, i cili ka, le të themi, negociata, po ende nuk është mbyllur përfundimisht, që mund të afrohet tek Skënderbeu. Dhe pritet një mbrojtës i djathtë me shumë mundësi i huaj, mbetet për të parë se nga cili kampionat do të afrohet. Drejtuesit janë duke parë disa profile lojtarësh, disa alternativa, dhe nga ana tjetër do të jenë dhe 2 lojtarë, si mund t'i quajmë, le të themi, gjysmë sulmues të tipit që mund të bëjnë, le të themi, dhe me sulmoshorin apo sulmuesin e krahut. Pra këta lojtarë sulmues, le të themi, që mund të luajnë sulmues krahu apo dhe sulmuesin e dytë, pra varet si mund të përshtaten në funksion të skemës asaj 4-2-3-1-shit që tham, pra mund të bëjnë të dyja rolet. Kështu që besoj minimumi pritet jenë edhe rreth 3 apo 4 blerje të tjera, pra po besoj minimumi do të jenë edhe rreth 3 afrime të tjera në merkato tek Skënderbeu. Brendon, të bëj një pyetje, si e shikon këtë faktin që ne nuk po afrohemi dot në ekip lojtar të afirmuar që ne i njohim nga tregu vendas apo dhe nga tregu i Kosovës, lojtarë të cilët vinë me një eksperiencë ose lojtarë të cilët e njohin kampionatin shqiptar. Si e shikon këtë ti? Një plus apo një minus? Shiko, dikur normalisht për të fituar një kampionat më shumë se sa ndonjë lojtar të huaj bëjnë diferencën të marrësh lojtar më të mirë vendas te kampionat. Gjë që Skënderbeu dikur kur e nisi ciklin e famshëm fitues, e nisi nga ajo, pastaj kuptoi të rrugës u pasurua dhe u rrit akoma më shumë niveli vit pas viti, sidomos dhe vitet pastaj kur arritën dhe kupat e Europës. Ideja është që në këto momente kampionati i Kosovës, për shkak të atij ligjit shumë të famshëm të sponsorizimit që diskutohet shpesh, dhe kjo për gjitha sportet, jo vetëm për futbollin, dhe po ta shkojmë Kosova dhe në pjesën e basketbollit, në pjesën e shumë sport që ka investime shumë të mëdha, të cilat i kanë dhënë frymarrja. Kështu që le të themi nga ana financiare aktualisht, nëse deri para 10 apo 15 vitesh është sigurt, po deri diku edhe deri para 10 vitesh
kampionati shqiptar në nivel pagesash ishte shumë më lart dhe ti le të themi si klub, jo thjesht Skënderbeu, po dhe Tirana dhe Partizani dhe Vllaznia dhe një klub tjetër shqiptar, e kishte shumë më të lehtë për të marrë një lojtar të talentuar nga kampionati i Kosovës, edhe nga klubet më të mira, pra nga Prishtina, nga Trepça që kanë qenë atkoha, apo nga klubet e tjera. Kurse sot, jo vetëm ai ligj ndryshoi totalisht realitetin, sidomos pas pandemisë, po hyrja në grupe pastaj qoftë e Ballkanit, qoftë e Dritës, pra dhe investimet e mëdha që ka pasur vitet e fundit në të paktën ekipet e elitës të futbollit të Kosovës, kjo ka ndikuar që jo vetëm të mos marrin dot talentet më të mira nga Kosova, pasi ato tashmë nuk e kanë më të domosdoshme të kalojnë nga Shqipëria për të pasur një trampolinë drejt karrierës, drejt Europës, po kshiten drejt për drejt. Pasi kemi parë që dhe Ballkani dhe Drita dhe disa nga ekipet e Kosovës po shesin qoftë në Rumani, në Hungari, pra në vendet e Europës lindore kryesisht, disa nga talentet e tyre më të mirë në Çeki e të tjerë. Pra kampionati shqiptar e ka humbur këtë rolin tashmë të trampolinës në raport me talentet e Kosovës, edhe të Maqedonisë së Veriut, pasi dhe Shkëndija më në fund të arriti të kualifikohet vitin e shkuar në fazën e Conference League, kështu që le të themi kampionati shqiptar pas atij dënimit të famshëm të Skënderbeut e humbi atë predominancën që kishte në rajon. Nuk është më ajo vitrina le të themi për të ekspozuar lojtarët, dhe në momentin që ke financa më të kufizuara dhe nuk ke dhe klubet tona dështojnë rregullisht në Kupat e Europës, shpresojmë që këtë vit kemi një histori suksesi, do e diskutojmë pak më vonë në pjesën tjetër të emisionit. Në këto dy faktor bashkë bëjnë që ti të mos jetë me një treg joshës. Dhe pastaj shtoj kësaj dhe faktin që Skënderbeu paktësisht emrit dhe historisë që ka dhe që është një klub që duhet të thënë që punon me talent të rinj dhe i ofron mundësi promovimi në bazë të filozofisë që kanë drejtuesit e klubit, e ka konkurrencë shumë të fortë. Pra shumë e vështirë të joshësh një talent, pra maksimumi mund të joshësh një talent pra që mund të mos ketë hapësira në atë klubin e tij në Kosovë, nëse ai ka lojtar të nivelit më të lartë dhe ti mund t'i ofrosh minutat për shembull, po. Mund t'i ofrosh minuta, kurse nga ana financiare është shumë e vështirë të konkurosh në këtë moment. Diçka tjetër për sa i takon atij rregulli që ne e përmendëm javën e kaluar për një lojtar 18 vjeçar për futjen e këtij lojtari 45 minuta lojë. Tani ideja është këtu që nuk duhet të kapen pas këtij 45 minutë që të famshëm që duhet të luajë lojtar. Tani ideja është që këtë lojtarin duhet ta një projekt serioz dhe ta nisësh ndeshjen me ato titullar. Jo, varet si është, si detyruar tani çfarë, mund të nis pjesën e dytë ose tani shiko, 45 minuta duhet t'i luajë se ndryshe mbet ndeshjen në tavolinë. Pra, e nis pjesën e dytë tani. Nuk mund ta futesh pas pjesës së parë direkt. Vetëm se duhet të luaj ky. Jo, mund të punoni tani këtu i ka detyruar federata këta që të punojnë me një nga djemtë. Jo një, për mendimin tim 2-3 punojnë në mënyrë që njëri nga këta ta ketë formacionin titular të sigurt që kur të duhet ta heqësh. Po them sigurt, të jetë aty alternativë serioze. Jo alternativë, nuk po ma kupton idenë. Është ideja këtu. Asnjë lojtar nuk e ka titular kështu të padiskutueshëm se është absurditet ajo dhe për më tepër dëmton atmosferën në skuadër, jo thjesht interior, po kur do lojtari të japësh titular pa diskutuar. Po ma kupton bre, ideja është këtu. Punohet me një nga këta lojtar, e nis lojën gjithmonë me këta lojtar. Nuk do ta futësh 45 minutat e dyta, se duket që e fut pasat vetëm për të respektuar rregullin. Puno me këtë lojtarin, bëje lojtar titular, mendohet sikur ai është titular i padiskutueshëm, sepse në fund të fundit 45 minuta ai është i padiskutueshëm. Jo, ai mund të jetë një tjetër, mund të jetë një mund të jetë një. Por më mirë implementoi edhe fillo puno me lojtarë që ti kesh titular, këta lojtarë që dy të aktivizosh më shumë se sa 45 minuta ose 45 minuta. Jo ti futesh në pjesën e dytë, sepse ideja është këta, ti ishte 20 minuta, e merrte shumë bukur e fusin mund në 70. Po kur e fut 45 do thotë që nuk mund ta, prandaj edhe kjo e ka rregullin brenda. Jo, edhe lojtari që do të hyjë në këtë rast, për lojtarin që po flasim. Shkambi mund të jetë një alternativë? Ideja është që në çdo lloj pozicioni mund të varet nga rezultati i ndeshjes, për shembull mund të futesh një lojtar që mund të jetë sulmues kur do të përmbysësh rezultatin apo të barazosh rezultatin, ose një mbrojtës kur do të mbrosh rezultatin, përveç varësisë së rezultatit dhe kundërshtarit që do kesh përballë. Ideja është për mendimin tim të punosh me 3-4 alternativa në pozicione të ndryshme, pra në mbrojtjen mes fushë dhe në sulm, nga ato lojtarët që kanë në dispozicion tek moshat dhe tek të rinjt, dhe ideja është që ti kesh ata të gatshëm, nëse dikush patjetër e meriton të jetë titular, nuk jam kundër unë ta nis ndeshjen nga fillimi. Ideja dhe ta mbyll ndeshjen, s'është e thënë ta kufizosh, se të kufizon njëri të lozë 45 minuta dhe mbaron, nuk lozë 70 minuta. Dhe 70 minuta, prandaj po them që duhet të nis titular ai. Po ideja është që jo vetëm tek Skënderbeu, por tek të gjithë klubet jam shumë kurioz këtë sezon se si do të sillen të gjitha klubet, sidomos to klubet pretendente që investojnë shumë dhe në emra, kuptohet, shumë të mëdhenj dhe të afirmuar. Kë do të lënë në stol ose kë do të preferojnë të aktivizojnë, sepse pastaj fillojnë dhe probleme në skuadër, pastaj fillojnë. Do të shumë e vështirë për të menaxhuar. Patjetër, po më besoj që kështu do të funksionojë. Do punohet me një lojtar
që ta nis ndeshjen titullar. Nuk mund ta bësh ti ta aktivizosh në 45 minuta të dyta. Sepse nuk bën dot diferencën ai. Ai nëse futet nga fillimi dhe nëse ka një paraqitje të dobët e nxjerr minutën e 50, se nuk do ta heqësh direkt nga dhomat e zhveshit. Pushim, varet nga rasti, varet nga. Nëse është në ditë të keqe e nxjerr minutën e 50, e nxjerr minutën e 60. Aman nisen me djalin titullar, punon me djalin titullar. Me këtë do të punosh. Kështu unë besoj se këtë rrugë do ndjekin edhe klubet e tjera të kampionatit. Jo, është detyrim, prandaj thash, jo vetëm tek Skënderbeu, jam kurioz mos fiksohen me këtë njerëzit 45 minushi dhe nxirr nga loja ose fut këtë djalin që duhet të futësh. Jo, ai duhet të niset si titullar, duhet projektohet si pikë kyçe e ekipit të Skënderbeut apo të Bylis apo të kujdo të jetë. Tashi mendoj se duhet të kalojmë tek pjesa e komenteve, përpara se të komenteve, unë do të përmend sponsorin Bledi Servis Autokolor, i cili ndodhet 100 metra mbrapa inkubatorit të biznesit. Për çdo problem me karrocerinë e makinës tuaj, e zgjidh Bledi me çmime të arsyeshme dhe me një shërbim të shkëlqyer që mund t'ju jap. Tani më lexo komentet. Ti lexon, unë komentoj, pastaj komentoj ti si të duash. Patjetër. Në radhë të parë natyrisht falenderojmë të gjithë shikuesit e ndjekësit e podcastit që vazhdojnë të na tim besnik podcastit dhe të na komentojnë dhe shprehin dhe gjithë ato opinionet, po të japin edhe mendimet e tyre dhe në rastin konkret lexojmë disa prej pyetjeve që na kanë bërë në javën e fundit. Një nga pyetjet është e Gesti Alushaj që pyet për një formacion të parë deri tani të Skënderbeut, sepse duhet të nesh një pyetje që kemi pasur edhe para një episodi mos gaboj, që na pyesnin për pjesën e lojtarëve që ishin që mbeten nga sezoni i kaluar, këta që do afrojnë pra emrat konkrete në rast se mund të bënim një formacion. Ti jepe një opinion, unë do ta jap një informacion me atë opinionin tim pastaj. Më mirë, me që se jemi tek këtu deri tek pjesa ku ka arritur Skënderbeu, është vetëm me 3 javë stërvitje. Unë mund të them një informacion të vogël. Sigurisht portier Aliaj, pavarësisht se unë jam anoj më shumë Dedo Bjani, por gjithsesi Aliaj mbase meriton të qëndrojë, të jep edhe një ajo besimi dhe ajo siguria që ka patur në fush. Portier Aliaj në krah të djathtë do të them Vangjeli, sepse nuk po shikoj alternativa që të dalin mbi Vangjeli, ose shikojmë afrim në rinë merkato. Do ta shikojmë nëse ka alternativë tjetër më të mirë. Konkurrencë. Në qendër të mbrojtjes do preferoja, edhe pse nuk e pash në fushë, do preferoja mbrojtësin grek Lagonidis, për shkak të dhënave dhe asaj që unë pash, pavarësisht se ai nuk luajti, dukej si një mbrojtës me goxha perspektivë që mund të bëjë diferencën në kampionatin shqiptar. Dhe ndërkohë që qendra tjetër do t'ja besoja djaloshit nga Kosova Leshi, pavarësisht se përsëri mbetet për të parë se kush do të çfarë afrime do të ketë dhe si do të përshtatet. Patjetër që ka konkurrencë. Paloka, Çela, Seidu, francezi, kush ka plot konkurrencë. Djaloshi nga Kosova më duk i saktë, ndërkohë që krahun e majt shaqe Zënullari dhe është edhe Iriu Grashdani. Ai mund të luajë besoj dhe qendër dhe krah, domethënë varet si do të aktivizojë. Nuk do të zgjedh as shaqen as Zënullari, do të zgjedh Grashdanin. Besove direkt me ta. Po do ta shikojnë mbase sepse këta dy kanë parë dhe të dy nuk më japin shumë siguri. Kalojmë në mezin e fushës, të thash edhe pak më përpara, do të preferoja një mes fushë të fortë me 2 shkatrus, sepse nuk është puna se janë të 2 shkatrus, po për shembull Braga ka edhe përdorim shumë të mirë topit, por dhe Abubakar ka përdorim të mirë topit, dhe kështu që do t'i preferoja të dy, meqense në ato që kemi dëgjuar dhe që kemi marrë vesh, tani Rahmati do të luajë me 4-2-3-1. Kjo është ideja, pastaj mbetet për të parë. Tani këtej përpara kam disa enigma, por gjithsesi në krahun e majt do të preferoja Sale Nasr, dhe pse ai nuk po duket vazhdon ato pushimet e tij, kjo është janë problemet e vizës. Një situatë probleme burokratike. Okej. Në krahun tjetër do të preferoja Bismarck, i cili do ta preferoja në rolin e një mesfushori të djathtë, për shkak se dhe te Vllaznia kemi parë, jo mesfushor të djathtë, po është pavarësisht pak a shumë sulmues i djathtë, e kupton? Okej. Bismarck na është pyk. Është, jo, e ka luajtur dhe te Vllaznia, ka luajtur në krah. Po se ishte balaj, po. E pra? Ishte spostim nga Zori, nga Zori le ta spostojnë edhe këtë radhë, dhe në qendër të sulmit të luaj Ndjaje dhe mbrapa ti Estrela ose ai djaloshi që hyri në fund fare në ndeshjen me Strugën Emanuel, dhe ai nuk ishte një lojtar i keq, ishte shumë lojtar i mirë. Si gjithmonë ti beson tek rinia, kështu që i futet 3 të rinë informacion. Po pun prit tani se këtu është problemi që nuk gjeta dot atë 18 vjeçarin unë. Po Grashdani është 18 është ai, po duhet të jetë akademis apo jo?
dhe ndjaje e ka moshën, kështu që varet si do të jetë. Po ndjaje tek akademia, se ka lejtë tek 19, nuk okay, është ndjaje akademisë. Okej. Perfekt fare, atëherë un kam për super informacion. Ahmata është 50 më dëgjosh, këta ke lojtarë më të mirë. Të shikojmë çfarë të sjellin të tjerë, okay, po këta i ke. Unë nëse do jap atë opinionin tim modest për atë skuadrë që kemi ende aktualisht në le të themi në stërvitje që kanë dispozicion trajneria Mataj, pa njohur natyrisht ata që mund të afrohen në javët e tjera në vazhdim, edhe unë do ta nisja titullar me Alian, madje ka edhe një pyetje tjetër që na ishte bërë se po e lis këtu me Alian, kush mund të jetë kapiteni i ardhshëm i Skënderbeut, që na pyet Joel Xhezairi. Në dienin tonë është Alia dhe do vazhdoj të jetë Alia kapiteni i Skënderbeut. Besoj zëvendës pastaj mund të jetë, sepse sezoni kaluar ishte disa herë Estrela, pastaj momentet caktuara varet pastaj kur zëvendësoi lojtari kishte ndryshime, ka qenë Dunfurn mos ka bëj disa momente. Po të paktën deri tani ndeshjen me Strugun që pam, ideja që do të jetë Marko Alia kapiteni, megjithatë mbetet për të parë në vazhdim. Në mbrojtje me 4 shen unë do të luaja për momentin me ata që kemi aktualisht, Vangelin dhe Shaqen nga të krahët, dhe në qendër pjesa që më shkakton më shumë dilema, Paloka nuk më duk se bëri ndeshje të keqe, ndeshjen me Strugën. Sejdu dhe Lagonidis teorikisht për shkak se kanë ardhur nga Mercatoja, janë dy lojtarë me eksperiencë, ideja që mund ta nisin të dy titullar, po unë personalisht në këto momente ata që do më jepnin më siguri do të ishin mbrojtësi grek dhe Paloka. Të paktën unë mendimin im personal. Pra, mbrojtësi grek vetëm nga paraqitja dhe nga të dhënat qëndrojmë. Dua ta shikoj në fush, se po ti për formën aktuale natyrisht nuk do ta nisni as me mbrojtësin grek, do thosha Lleshi apo Çela që ta niste me Palokën. Lleshi më dha pak më shumë siguri. Në kratë majt vure ti në mbrojtje? Shaqen. Vure Shaqen, okay. Vazhdo me mesfushë. Unë personalisht do nisja me Estrelën dhe Bragën në dyshen para mbrojtjes, ose Janaçi, pra pozicioni Janaçit me Estrelën mund të alternohen, pra mund të jetë Janaçi me Bragën dhe Estrela para dyshes së mesfushës, apo Janasiota, dhe nga krahët Nasër me Diallo, dhe në qendër të sulmit natyrisht Bismarck. Paktën kjo është ajo që mendoj unë që do jetë formacioni më i mundshëm i Skënderbeut. Për Calceto. Kjo është ajo që mendoj unë se do jetë, paktën në lojtarët që janë aktualisht, mendoj unë se do të jetë formacioni i mundshëm i Skënderbeut. Ti mendon që kështu do shkojmë me Vllaznin apo në ndeshjen e radhës me Partizanin? Besoj, domethënë nëse Sejdu dhe Lagonidis do të jenë në gjendje të marrin minuta, unë besoj se në mos të dy njëri prej tyre do ta nis titullar, dhe do mbetet për të parë misionin në vajin. Po nëse do të pyesni sot për ndeshjen me Vllaznin, nëse Nasër nuk vonohet më shumë për shkak të vizës, unë besoj që me 90% kjo që sapo thash, domethënë me përjashtim të pozicionit të qendrës së mbrojtjes dhe një alternimi në krahun e sulmit. Domethënë nga këta 11 që përmenda, besoj 8 nga këta do jenë titullar në ndeshjen e parë me Vllaznin, mendoj unë. Pyetjen patjetër që na kanë bërë për pjesën e transmetimit në ndeshjes miqësore e thamë, pra pjesën që për shkak të vështirësive, probleme teknike, ndeshja tek Aneksi nuk mund të transmetohet, por të shohim për pjesën e ndeshjes në Pogradec me Partizanin. Do të mundohemi dhe do të njoftojmë patjetër në rrjetet sociale të Korçabum të gjithë ata që na ndjekin. Kemi pastaj dhe dy pyetje të fundit tek komentet. Kemi e para Dorina Murça, e cila ka një opinion më shumë se sa pyetje, ku thotë shumë të huaj, duam ekip me shqiptar me Korçar. Nuk ka ajo. Kjo është çështje, besoj që natyrisht për çështje s'do thosha vetëm nostalgji, por për çështje sportiviteti, domethënë ideali çdo lloj klubi në botë dëshiron që të ketë një ekip me sa më shumë lojtarë nga akademia, me sa më shumë lojtarë vendas, por për fat keq futbolli sot vetëm Barcelona i ka ashtu. Mirë, po dhe Barcelona ka plot lojtarë që kanë emigruar nga rajonet tjera të Spanjës apo dhe nga bota, pra dalin nga akademia, por nuk shesën se janë të gjithë të lindur në Barcelona apo të ardhur katalanas. Po shikoj një ekip në Europë, nëse ka më shumë lojtar, kush është ekipi që ka më shumë lojtarë nga akademia, do të dalë Barcelona. Po jo, s'po e kam thjesht aty ideja që nuk janë thjesht të lindur aty. Nëse në Shqipëri nuk bëhet më kjo. Lojtar nga Korça maksimumi 1 mund të kesh në ekip, ose 2, ja për shembull ke Vangelin, ke Shaqin. Tjetër nuk ke lojtar Korçar. Shaqi është nga rajoni, s'është nga Maliqi, ato afër Korçar mund të ka, hajde. Por që nuk do të ketë, dhe besoj se për shumë kohë nuk do të ketë lojtar Korçar, sepse klubet tani me këtë pjesën e lirimit të lojtarëve me 7 lojtarë të huaj
priren gjithmonë për të marrë lojtarë të cilët kanë një farë firmimi dhe këtu në Shqipëri është shumë e vështirë që trajnerët të besojnë në lojtarët e akademive, sepse vetëm kjo është mënyra. Jo, se trajnerët këtu punojnë në shumë afat shkurtër të tipit mendojnë kanë atë valixhen me vete. Gati, dhe ai thotë të marr rezultatet ato 4 javë, 5 javë, 2 muaj, 3 muaj sa do jem, se thotë si dieta e mbyll deri në 10 orë apo shkarkojmë, kështu që thotë nuk kam kohë të merren që të punoj me lojtar të ri, ta fut, ta aktivizoj, të më kushtoj pikë. Kështu që jam pragmatistë dhe vazhdojnë. Pjesa tjetër pastaj, pyetja e fundit është po të kthehet nga Gerard Buta, po të kthehet Snerbeu në Europë, nuk do të jetë maji 2015-2017. Fatkeqësisht maksimumi do të jetë niveli Ignatia Dinamo plus minus vetëm buxheti dhe eksperjenca e stafit më pas plus historia dhe ndonjë individ me eksperiencë mund ta ndihmojë. Zotërisë, mund t'i themi që Ignatia e ka të shtruar rrugën me tapet nëse kalon po, me shortin që do ta diskutojmë. Megjithatë, për mendimin tim, edhe un jam deri diku pjesërisht dakord me faktin që nuk është aq kollaj të kthehemi tek ai Snerbeu i viteve 2015-17, ishte një skuadër shumë e investuar dhe me shumë eksperiencë dhe që luante një futboll të shkëlqyer. Diçka më pak. Megjithatë, pjesa që thot ai, pjesa e eksperiencës së stafit dhe historia, unë shpresoj që gradualisht edhe me rritjen e buxhetit në vitet në vazhdim do të ndikojë që po them të bëjmë mrekullinë, por që ta tentojmë nëpërmjet Conference Ligës, kalojmë 2 ture, 3 ture dhe pastaj pse jo të hyjmë, po të hyjmë në Conference Ligë. Gradualisht po them se ore të gjithë dëshirojmë atë, po që po them gradualisht, domethënë me një rrugës logjike, le të them, me një vizion, me një projekt të caktuar, është diçka që mund të arrihet. Pra kjo pjesë e eksperiencës dhe unë besoj që është një faktor që në të ardhmen do ta ndihmojë skuadrën, pasi drejtuesit e njohin, le të them, deri diku atë rrugtimin se si shkohet në kupat e Europës. Nëse ekipi është i kualifikuar për ndeshje në Conference League apo në Europa League, do të vlej ky rregull i për 18 vjeçarin në Europë apo jo? Jo, në Europë s'ke rregull atë, mund ta aktivizosh sa të duash. Cili? Po, për shembull 7 lojtar, për shembull Jo, në Europë nuk ke kufizim për atë. Pra mund të bësh sa të duash. Thjesht ke atë detyrimin që do të kesh një minimum lojtarësh, të paktën këto skuadrat e mëdha që luajnë Champions League, këto që luajnë çdo vit e tjera me radhë, kanë një numër të caktuar që e ka rregulloria e UEFA-s që duhet të kesh një numër lojtarësh caktuar vendas ose nga akademia, dhe është një numër i caktuar, por që ai është thjesht më shumë detyrim dhe ti ke 2 listat, ato 2 listat e famshme kur regjistron lojtarët në Kupat e Europës, listën A dhe listën B. Dhe përgjithsisht të gjithë klubet e plotsojnë atë, se është më shumë çështje burokratike sesa çështje kush luan në formacione. Okej, përpara se të kalojmë tek pjesa e tjetër e emisionit, mund të përmend edhe sponsorin e radhës, i cili është EK Real Estate, është visi që do t'ju përgjigjet telefonatave tua për çdo sipërmarrje që keni, që doni të lëshoni një shtëpi me qira apo të shisni, kontaktoni visin sepse është vërtet numri 1 në qytetin e Korçës për pjesën e real estate apo imobiliareve. Dhe siç e thamë dhe para emisionesh, ka filluar dhe në shtetin Elen, pra në Greqi. Dhe kalojmë tek tema e radhës, që është pjesa e kualifikueseve të ekipeve shqiptare në Kupat e Europës. Deri diku, siç e parashikuam, në fakt pjesën e vllaznisë e parashikove ti. Ajo ishte e turpshme dhe fiks ashtu ndodhi, sepse edhe pse siç e pam pak ato 2 golat e Malishevit, kishte mungesa e VAR ndikoi në 2 prej golave. 2 gola, goli i parë dhe goli i tretë ishin po ishin kështu. Pra sot është shumë e vështirë që të luhet një ndeshje pa VAR. Është totalisht e vështirë. Po pavarësisht edhe me VAR ka kritika të shumta. Ka probleme, po. Siç ndodhin kampionatin botëror me ekipin e Argjentinës, që edhe pse janë të gjitha faktet edhe gjërat e vërtetueshme, përsëri njerëzit thon tjetër gjë. Vazhdojmë tek klubet shqiptare. Kalojmë tek pjesa tjetër tek Elbasani, që për fat keq në Azerbajxhan në fushë neutrale kundër Bate Borisovit nuk ka arriti të kalojë, e çoi ndeshjen deri tek 11 metrash, pasi 1-1 ndeshja e parë mbyll 0-0 ndeshja e ekipit. Dhe pas humbjes së 11 metrashit nga Bate, penaltia e 5, penaltia decisive, është diskutuar shumë e penaltia e gjuajtur nga Karica, një stil alla Neymar nëse mund ta quani. Dhe lojtari marr në huazim nga Vora dhe ka shumë diskutime sepse u la Karica dëgjuan atë penaltinë e 5. Nuk duhet vinte atje. Sepse mendojnë që një lojtar tjetër megjithatë un jam me këtë idenë që shpesh ka lojtarë që nuk duan të dëgjojnë penalti, nuk kanë atë frikën, emocionin që s'duan ta marrin përsipër një peshë, një përgjegjësi të tillë. Unë besoj se ai e ka marrë përsipër, se jam i bërë trajneri Gozdenovic,
nuk është se i ka caktuar thjesht me emra, se ka trajner pastaj që edhe i caktojnë edhe nuk pyesin lojtarët, por ka trajner dhe që ja lënë në thonjza në dorë skuadrës, pra kush e ndjen veten të gatshëm për të gjuajtur 11 metra. Nëse nuk duhet të vinte ajo ndeshje deri tek penalltia, për shembull Elbasani duhet ta kishte zgjidhur, por Elbasani nuk tregoi asgjë dhe madje në minutën e 90 ka qenë një pritje portierit që ka mbajtur Elbasani që ka shkuar deri në minutat shtesë. Tani sa i takon Ignatias shpartalloi Petrokullin si prite dhe Ignatia unë them që Ignatia do të vazhdoj me rrugëtim, ndërkohë që dyshoj shumë tek Dinamo sepse u desh ai kartoni kuq që Dinamo të ekuilibroi situatën me Astanën në transfert. Një përmbysje do thoja unë megjithatë dy raste të humbura nga i sulmojësi me ngjyrë çoi ndeshjen në shtesë pasi mund ta kishte mbyllur dhe brenda 90 minutave. Dhe për ironi të fatit do ndeshen po të dyja me dy skuadra slovene, pra Dinamo me Alumini ditën e njëjtë, kurse Ignatia do të presë ditën e mërkurë në orën 21, në mos gaboj, në Arena Ignatia ndeshja e parë pra do të kryhet në Shqipëri, kampionën e Slovenisë Çelje dhe me shortin. Nisën me një avion ata të vinë rregullohen. Shafër, po që dhe me ndeshjen e radhës, pra nëse kalon turin e dytë të Champions League, duhet thënë që Ignatia kalon në turin e tretë Europa League, pra në këto momente Ignatia ka siguruar play-offin e Conference League-s. Pra pasi nëse eliminohet nga Çelje shkon në tur të tretë Europa League-s dhe nëse eliminohet nga turi i tretë kalon më pas në play-off të Conference League-s. Kurse në rast se kalon Çeljen, sipas shortit që udh ditën e hënë, pra ditën e dieshme në Nyon të Zvicrës, kemi një short ku do të ndeshet ironikisht si në qoftë se kualifikohet, ashtu dhe në rast se eliminohet në turën e tretë të Europa Ligës me fituesin ose humbësin e çiftit Ararat Armenisë Shamrock Rovers të Irlandës, dhe me sa mund ati ndjek ti eksploroj pak sa të dyja skuadra. Jo shumë të vështira. Skuadra që dhe për nga niveli në transfermarkt i vlerës së lojtarëve nuk ishin me diferencë, madje në raport me Shamrockun mos gaboj, Ignatia ishte pak fare më superiore pra në vlerën e lojtarëve në treg sipas transfermarktit, kurse me Araratin kishte një diferencë fare të vogël pra nga 6.8 me 8.2, mos gaboj se 8.6, pra një diferencë në krahasuar me ato buxhetet apo vlerat atyre skuadrave që luan te Snerbeu dikur, këto janë vlera fare të vogla dhe me diferencë fare të vogël me Ignatia, kështu që vërtet Ignatia për mendimin tim po kaloj Çeljen, ka shansi vërtet të shkojë deri në play-off të Champions League, pasi kundërshtari i turit të tretë mua deri diku më duket në letër me dobc Çelje, dhe mund të përsërisë domethënë atë historinë e bukur të Snerbeu të 15-s që shkoi në play-off të Champions League dhe të siguroi dhe grupet e Europa Ligës, pra jo thjesht konferencën po Europa Ligë. Mund t'ja uroja Brendon që të ndodhë një gjë e tillë, shpresoj shumë tek Ignatia që ta arrijë diçka. Sepse ndihmon dhe që t'ja themi edhe njerëzve, suksesi i Ignatias ashtu si suksesi i Snerbeu dikur ndikon edhe në rritjen e pikëve të kampionatit, edhe në renditjen e kampionatit. Do ta ketë pak të vështirë. Do ta ketë pak të vështirë, natyrisht nuk do të jetë e lehtë, po i urojmë suksese natyrisht ekipit të Ignatias, ashtu siç urojmë suksese dhe ish trajnerit të Snerbeut Ilir Daja me Dinamon e tij, një ujk i vit të ri i Europës që dhe këtu e tregoi pavarësisht se u desha i kartoni kuq që the ti, megjithëse ajo penalltia e Astanës ishte një çike diskutueshme. Shikoj edhe pozicioni offside. Më shumë e kanë mendje të shkojnë me pushime se sa të fitojnë në turret, po gjithsesi. Megjithatë, unë them Dinamo ka një kundërshtar të përballueshëm, pra Palumin nuk është në një skuadër me emër, dhe Dinamo në rast se le të themi nuk bën ndonjë vetvrasje në kuptimin e në kartonit kuq, në një penallti, ndonjë gjë të tillë që mund të prish gjithë planin e ndeshjes, Dinamo ka shansin për mendimin tim që edhe mund ta kalojë. Mirë, atëherë po përmendim edhe sponsorin e fundit që kemi kafen Elzag, është kafja më e mirë në qytet, e gjeni në dyqanin i cili ndodhet pranë shkollës së Mistokri Kërmenji, por edhe në gjitha lokalet ku kjo kafe është e disponueshme për të gjithë. Jo. Dhe para se ta mbyllim, do ma lësh pak se e kam veshur dhe bluzën sot, pastaj për respekt për kampionët e botës tani. Po patjetër, heqim kapele. Fitoi skuadra më e mirë, pra siç e dini besoj dhe e keni parë të gjithë, është mbyllur ditën e diel në mbrëmje kampionati botror në SBA Meksik dhe Kanada 2026, finalja Spanjë-Argentinë, ka fituar ekipi spanjoll në kohën shtesë, është për herë të dytë i shpallur tashmë kampion i botës pas atij të 2010-s. Dhe një fitore përveç se e merituar dhe fitoi skuadra më mirë, që ajo u tregua dhe tregoi fusha dhe vërtetoi fusha, përveç se kishte treguar deri tani dhe curia e tureve eliminatore deri drejt finales, ku eliminoi dhe favoritën e madhe si Franca, vinin si kampion të Europës në fuqi, dhe midis në thonjza fëmijëve dhe burrave, pasi deri diku kuptohet ishte pak skuadër më me eksperiencë ajo e Argentinës, megjithëse nuk tregoi asgjë gjatë gjithë kampionatit botror. Burra ishin këta të Argentinës po atje? Po, në krahasim me fëmijët, për shkak të moshës deri diku me këta të Spanjës. Fituan fëmijët në këtë rast, se cilët përveç se u treguan futbollistë më të mirë, u treguan edhe burra më të sjellshëm, do thoja unë, për të mos përdorur një fjalë tjetër, në krahasim me
nivelin Nëse futbolli i Argjentinas ka nivelin patur antisportiv. Po jo, pas ndeshjes të mos e respektosh skuadrën kampione, ato gjestet e Molinës, të Paredes, kur ngriti kupën Spanja u kthyen gjithë me kuris. Karagjoza. Përveç grushteve dhe unë pres ato masat e famshme disiplinare të FIFA-s, përveç ato pankartën me Anglinë, po gjestet e Molinës dhe Paredes janë totalisht të dënueshme dhe meritojnë jo dënim me 1-2 ndeshje, po pezullim për disa muaj. Paredes e çuditshme si nuk luan me Atletikon e Madridit, do të ishte fix. Për mendimin tim, lojtarë domethënë rrugaç të pasjellshëm, domethënë totalisht antisportiv, anti-fair play, që shkojnë kundër frymës jo thjesht futbollit, por çdo lloj sporti, dhe që për më tepër nuk treguan asgjë, vajtën si vajtën deri në këtë finale, ashtu si të gjithë e dinës. Dua të komentoj më shumë se besoj të gjithë e kanë kuptuar si shkoi deri në atë finale ajo ekip që më shumë i ngjante një bande gangsterësh se sa futbollistësh. Dhe nga ana tjetër kemi një kampion plotësisht të merituar që të paktën fitoi futbolli, fitoi fair play dhe Spanja është me plot merit aty ku është dhe të paktën dhe bota e futbollit u qetësua që nuk fitoi pasi ai ekip i Argjentinës tregoi si në 2022 kur e fitoi që nuk dinë si të festojnë të fitojnë me ato gjestet e pajishme që kryen atëre, edhe në humbje ditën e diele treguan që nuk dinë të sillen as kur humbasin. Okej, ma bëre pak me ile sepse këtë pjesë mund ta diskutonim ku dhe unë mund të bëja një fal replike sepse në disa gjëra nuk kishe drejtë. Argentina shkoi si shkoi. Në këtë rast kisha një çik të pjesën e monopolit të fituesit, që më lejohej kjo pjesa e monologut. Jo, dakord, po ma kape në fund të emisionit ku nuk kam mundësi për bërë replik, po gjithsesi, nëse ti ke dyshime se si ka shkuar Argentina deri në atë finale, mund ta kontrollosh, i ke të gjitha episodet e vet. Patjetër, dhe shikuesit mund ta komentojnë, kush ka të drejtë në këtë rast. Nëse tani puna është që nuk do merremi ne me pjesën e botëror, ne kemi hallet tona. Me sa duket emisioni sot unë do besoj se ta deklaroj të mbyllur dhe do të dëgjojmë sërish javën e ardhshme. Ju lëm të gjithëve takim të martën e ardhshme në të njëjtën orë. Mos harroni bëni subscribe, like dhe mund të na komentoni dhe të shprehni të gjitha opinionet dhe pyetjet tuaja.